I dashur mësues, profesor, sot jemi bashkë për të kujtuar dhe falenderuar për punën tuaj të palodhur, për punën 75 vjeçare me plot dignitet. Sot jemi këtu dhe për të reflektuar i rëndësinë dhe ndikimin e padiskutueshëm që në jetën tonë, në jetën e çdo nxënësi. Sepse ju nuk jeni vetëm një mësues, ju, por një udhëheqës. Jo vetëm burim dijesh, por dhe një frymëzim. E dija nuk është të burim faktesh, jo, ajo është një rrugë e cila na ndihmon që të kuptojmë aftësitë tona, vlerat tona, talentet tona, botën, vetën tonë. Na inkurajoni që të besojmë në fuqinë tonë për të ndryshuar realitetin. Ndisni tek ne pasionin për dijen. Aproni supën çdo herë për të mbështetur ëndrat tona. Siç ka thënë Sokrati, edukimi i mendjes pa edukimin e zemrës nuk është as pak edukim. Ne edukoni që të jeni tini i sa. Bëhuni shembull që të dëtuam të ndjekim. Sepse ju nuk jeni vetëm një profesion, por një mision. Një mision për njeriun e mirë, një mision për qytetarin e mirë, dhe një mision për adetarin e mirë. I dashur prind, dashuria juaj për ne është më e madhja. Ju jeni dashuria jonë ne pa kusht. Ne jeni dhurata juaj, ju jeni kutia jonë mbrojtëse e përhershme. Ju jeni kutia jonë e shpresës e pandorë, e cilën çdo herë përpiqet që të na ofron siguri, mirëqenie, dashuri. Por i dashur prind, dhurata më e mirë që ju mund t'i jepni është dashuria për dijen. Sepse shkolla nuk është vetëm një detyrim. Jo, ajo është një mundësi për të ndërtuar ëndrat tona, një mundësi për një të ardhmen më të mirë. Ndani ëndrat me ne. Ndani gëzimet e të mësuarit me ne. Sepse, siç thash, shkolla nuk është vetëm një detyrim. Ajo është një botë mundësish. E rruga që ne kemi përpara, ndonjëherë mund të na duket si një tunel i pamund, ku të pajturat mund të na rrëzojnë, por ne do të ngrihemi. Ne duhet patjetër të ngrihemi, sepse atje poshtë gjithmonë ekziston një dritë, ekziston një derë e cila pret vetëm ne të hapur. Mësuesi im është miku yt, ai është bashkëpunëtari yt. Ne jemi shqetësimi dhe gëzimi bashkë. E ju bashkë do të na bëni njeriun e mirë. Qytetarin e mirë, i cili beson tek vetja, i cili beson tek ndryshimi, i cili beson tek ëndra. Prandaj, bashkë, dhe vetëm bashkë, ju do të mund të ndërtoni të ardhmen tuaj. Faleminderit shumë.